Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falenderojmë Allahun e madhruar, krijuesin absolut, i cili është një dhe i vetmi meritor për ta adhuruar atë. Salavatet, selamet tona më të ngrohta, sidomos këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan, po pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, vëllezër dhe jo motra, kudo që jeni dhe po na ndjekni nëpërmjet televizionit Besa, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti madhit Zot qoftë me ju, familjarët e juaj dhe gjithë të dashurit e juaj, si çdo ditë edhe sot. Para jush jemi në emisionin para iftarit, emision ky që mundsohet nga ana e Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit në bashkëpunim me televizionin Besa. Dhe si çdo ditë, edhe sot kemi ftuar mysafir, pra sikur që po i ftojmë hoxhallarët, edhe talebët e xhamive të komunës së Prizrenit, edhe sot kemi ftuar hoxhën e nderuar Hedan Efendi Thaçi, zbashku me talebët e tij të fshatit, pra të xhamisë së fshatit Kobaje. Pra edhe hoxha është imam në atë fshat, por edhe talebët e tij janë por në atë fshat. Edhe mysafirëve, pra edhe hoxhës, edhe mysafirëve, talebëve i dëshirojmë mirëseardhje. Hoxha vini mirëseardhje në mision. Allah i nderoj, faleminderit shumë që keni ardhur. Por edhe në mirëseardhje ti dëshirojmë edhe talebëve të mektebit xhamisë Kobaje. Mirë se keni ardhur edhe ju në misionin ton. Është kënaqësi që kemi në mesin ton. Inshallah do të kalojmë çaste të mira. Apo me gjithësi. Hoxha si po kalon gjatë muajit Ramazanit, si po kaloni me këto talebe, a janë duke vazhduar ende mësimet apo mësim besimin e xhaminë e juaj aty, apo keni ndonjë pauzë? Patyshim që gjatë Ramazanit, Ramazani ka atë vetën që gjithmonë sjell freski dhe gëzim tek njerëzit, e sidomos tek fëmijët. Andaj në Ramazan vrejmë një lloj shtimi të nxënësve në xhami, një lloj dëshire më e madhe me orë në xhami, dhe që lutim Allahun që gjithmonë të kemi plot xhamit me fëmijë të tillë cilët kujdesen për fjalën e Allahut, fuqi plot për më mësuat edhe më madhëruar ata. Po që do të flasim për përgjegjësinë e rinisë në shoqëri. Kemi pak pa qef e dim, po elhamdulillah na edhe prapë në emisionin ton. Dëshiroj ti njoftë edhe shikuesit, edhe pse pakës je me një grip me asi, edhe unë po ashtu pak, po sidoqë do t'ja kalojmë se me kënaqësi e bëjmë këtë. Inshallah ky predikim, këto këshillet e juaja, ky bashkëpunim i jonë të jetë hajër për shoqërinë tonë, për gjithë muslimanët në kudo që jetë. Është një temë shumë e rëndësishme, por para parëkisht pe japim fjalën se po të emrin ti? Enesit, por me fillu me Kur'an, me fjalën e Allahut, apo me surën e parë të Kur'anit, që është sura Fatiha. Apo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Faleminderit shumë Enes. Du më të pyet një pyetje Enes. Si po kalon në mektep Enes? Po pak a shumë. Shumë. Mashallah. A jeni të kënaqur ku po shkoni në mektep aty ju? Po. Mashallah. Zoti ju rujt inshallah vazhdoni gjithmonë. Hoç ka alamat shumë më tepër talebe se këta, po? Është e vërtetë se në emision po kemi mundësi deri në 5 vjet të pranojmë këtu, për shkak se është koncepti i emisionit ashtu soi më thon. Po me siguri problematikë kemi zgjedhur nxënëse se gjithë kanë pas dëshirë me ardh. Mirë po. I përshëndesim gjithë talebët dhe gjithë dëshiroj që t'ju falenderoj edhe ju, po dhe gjithë hoxhallar tjerë dhe mualime që i japin kontributin e tyre për të edukuar këtë në aspektin fetar, moral e kështu me radhë. Allah ju shpëlbej gjithë inshallah. Amin gjithë. Atëherë po kalim në temë, përgjegjësia e rinisë, po përgjegjësia e rinisë në shoqëri. Është një me të vërtetë që koha e një njeriu, pra periudha e një njeriu, koha më e përshtatshme, më e mirë dhe më e çmueshme është rinia padyshim. Dhe e dim që ka një rëndësi të madhe rinia në këtë shoqëri. Pse ka rëndësi të madhe kjo rini, Hoxha Efendi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, ata madhërojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa selamat, salavatet, përshëndetjet më të përzemërta ja dërgojmë shëmbëtyrës son, mësuesit ton, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se një ndër faktorët kryesor për të qenë një shoqëri e shëndosh, për të pasur një shoqëri privilegje të dalluara në mesin e gjithë popullit botëror, është të jetë rinia e saj e ndërtuar mirë dhe si duhet. Allahu fuqiplot e ka krijuar këtë etapë të njeriut me plot mirësi, plot begati, me plot mundësi për të arritur deri tek mirësitë e dunjas. Andaj rinia është ajo e cila gjithmonë në të kaluarën ka ndërtuar qytetrime. Dhe nuk gabojmë të thonë që rinia ka bërë dhe histori, shumë histori të kaluarën. Dhe mirë pa e që përna shtuin me folë për këtë çështje, është që sot të rinjët, sidomos në kohën tonë, sikur janë duke përballë me disa sfida të cilat ndoshta nuk janë duke mujt atë energji që e kanë me harxhu ku duhet. Pra rrethonet të ndryshme, problemet të ndryshme sociale, ekonomike, po bëjnë që ata me harxhu energjinë aty ku ndoshta nuk është me harxhu diku tjetër. Andaj themi që takimi i sotshëm, qëllimi i tij është sadopak ta bëjmë një shtytje, një lloj, të futim një lloj optimizëm tek rinia që ata janë të rëndësishëm në shoqëri. Dhe ata duhet ta vlerësojnë veten e tyre dhe kuptojnë që ata janë në armja dhe ata janë ajë ka brumi i shoqërisë. Nëse ata ndërtohen si duhet dhe ata mundohen si duhet, ka përshën gjithmonë shoqëria në nivelin e duhur në këtë kohë dhe në kohën e ardhshme, më thonë që mund të vijë pastaj. S'ka dyshim të rinia është një shtyllë kryesore në një popull, në një shoqëri. Ashtu po. Padyshim një shoqëri, një rinie shëndosh, mund të themi me plot fjalën që është një shoqëri e shëndosh. Po nëse është një rini, do thotë që nuk ja dim vlerën e rinisë, nuk ja dim vlerën e rëndësinë asaj që ja ka mundsu i madhi Zot, atëherë edhe një shoqëri nuk do të avancojë, nuk do të kishte privilegj e kështu me radhë. Ose vendi mund të kemi ndëgjuar që mase e bëm në hyrje këtu dhe do t'i shohim edhe si çfarë rëndësie ka kjo kategori e njeriu pra rinia në shoqërinë tonë, do të flasim për ta. Ku ndëgju që Erza më duket të kishte zërin e mirë. Po, mashallah. Edhe pakës para se të fillojmë në emision, e ndëgjutëm zërin e saj, dhe tash pak më tepër marak kemi, do na më ndëgju më tepër se një ilahi nga Erza Bislima, apo? Hajde, zbashku me grupin e saj. Mashallah. Sonte falet e ravia, e na shtohe dashuria, muslimanve ju që shftyra, zbuten zemrat nga mëshira. Sonte falet e ravia, e na shtohe dashuria, muslimanve ju që shftyra, zbuten zemrat nga mëshira. Mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhen mesin ton, agjërimi të pastron, shpirt e zemër t'i shëron, për Allah me ban një pun, shumë fizoti ta pagun. Agjërimi të pastron, shpirt e zemër t'i shëron, për Allah me ban një pun, shumë fizoti ta pagun. Mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon. Mirë se erdhen mesin ton, një herë në vit ky muaj vjen,
pa hesab Zoti shpërblen. Bëni lutjen pra këtij iftarit, na largo o Zot prej zjarrit. Njërën vit ky muaj vjen, pa hesab Zoti shpërblen. Bëni lutjen pra këtij iftarit, na largo o Zot prej zjarrit. Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon, mirë se erdhen mesin ton. Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr, muaji që na bashkon, mirë se erdhen mesin ton. Mashallah, Zotit ruajt, keni këndu shumë mirë, po japim fjalën Ngresa, apo? Ngresa Bislima, apo? Tani do të na bëjë një poezi për Ramazanin, mëse u lexoj ilahie për Ramazanin me zë të bukur, tani ta dëgjojmë një recitim nga Ngresa. Hajde. Universi mbush me nur, për besimtarët provim, për çdo munim besimtar. Ramazani një muaj agjerim, preket shumë nefsi, gjallërohet shpirtërisht. Njeri nga farzët, obligim i Islamit, është agjerimi i Ramazanit. Ramazani për muslimanët është muaji i Kuranit, është muaji i falënderimit, i faljes dhe i udhëzimit. Në çdo qosh e kënd, veç lumturi e gaz, agjerimi për çdo musliman është padyshim një farz. Të lumë, Ngresa, faleminderit shumë, ishit të mrekullueshëm. I kemi edhe talibet tjerë, do të ndëgjojmë pak më vonë edhe të tjerët, po këtë rast do ta pyesim hoxhën diçka për rreth temës që e ka përgatitur. Hoxhë vini, për një mund ndoshta i ndon definicione të shumta. Po nuk mund ta shpjegoje më së miri ti dikush se ai që e ka krijuar këtë rini. Atëherë, përderisa feja islame është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë na tregoni se çfarë flet feja islame rreth rinisë. Nuk ka dyshim se feja islame ka kushtuar rëndësi çdo gjëje, dhe veçanërisht rëndësi të veçantë ka kushtuar edhe rinisë. Andaj themi është fakt interesant që ajo lidhje që ka ndodhur mes qiellit dhe tokës, pra përmes profetëve, të gjithë profetët, shumica e tyre ka qenë të rinj. Pra Allahu që në start, atë lidhjen që ka bërë mes qiellit dhe tokës e ka propozuar përmes të rinjeve. Këtu e kemi një argument të Ibn Abbasit që thotë e kushtonën e Suyuti, thotë Ibn Abbasi, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa shaba. Nuk e ka dërguar Allahu një profet vetëm se të rinj. Wa la utila ilma alimin illa shaba. Dhe nuk i është dhënë dituria një dietar vetëm se një të rinj. Pastaj Allahu fuqiplot, siç tham edhe më herët që të rinjt ka bërë histori të kaluarën. Allahu përmend disa shembuj në Kur'an, disa djelmosha të cilët kanë bërë gjithmonë histori në jetën ku kanë jetuar mesin e shoqërisë ku kanë jetuar ata. E sidomos në të përmendin disa shembuj. Allahu e përmend Ibrahimin a.s. Ibrahim a.s. ka qenë një djalosh i ri, i cili ka jetuar në mesin e një populli idhujtar. Dhe Ibrahim a.s. kur e pa që këta idhuj që ata pa i dhëronin ishin pa dobishëm, as dëm as dobis kishte prej tyre. Atë e vrati ndërgjegja e tij dhe filloi me kërkuar një Zot vërtet. Pastaj Allah na tregon në Kur'an që natën e parë e pa një yll, tha ky Zoti im. Po pastaj të nesërmen humbi dhe tha nuk ka dhënë një Zot që është duket. Pastaj ditën e dytë, natën e dytë e pa hënën, tha ky është Zoti im. Pastaj ditën e tretë e pa diellin, por kur gjithë perënduan, tha padyshim që është një Zot i madh, një krijues i fuqishëm që ka krijuar çdo gjë, më thënë, që ekziston në këtë kozmos. Por çka është interesante, kur Ibrahimi a.s. tashmë e kuptoi të vërtetën, ai më njëherë mori guximin, atë ditën kur populli i tij kishte fest, shkoi dhe i theu gjithë putat. Dhe pastaj kur u kthy populli dhe i pan gjithë ata putat të thyer, Allahu folshpro përmend në Kur'an i fjalë thot, populli çfarë thon? Tha populli, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ne kemi dëgjuar një djalosh, një djalë të ri i cili i ka përmend këta putat. Dhe me siguri sa i ka thyer, yuqalu lahu Ibrahim, emri i tij ishte Ibrahimi. Pastaj çfarë bën? Ky popull organizuan një dënim të rënd kundër Ibrahimit a.s. për ta djegë ata. Pastaj me ditë të tëra mlodhën drunje dhe u kall një flak e madhe dhe pastaj e hudhën në të Ibrahimin a.s. Mi për çfarë është interesante? Që Ibrahim a.s. megjithse e pa gjithë atë sfidë, atë dënim,
Ai nuk u kthye mrapa, më thënë, nga dëshmëria që kishte besimin në Allahun fuqi plot. Të hiq dorë nga besimi. Nuk më thënë, një djalosh i ri, aq i vendosur, po hudhet para syve në zjarr, nuk hoq dorë nga e vërteta. Pastaj shembull tjetër e kemi Musa alayhis salam, që në fushnjë përfundoi, pas e dim rastin se si përfundoi tek pallati i Faraunit. Ai u rrit në pallatin i rrethuar me plot mirësi. Mirë, po kur e kuptoi zullumin që e bënte Firauni dhe e kuptoi shtypjen që e bënte popullit të tij, ai pastaj i mohoi gjithë ato mirësi dhe u larguan nga pallati i Firaunit. Dhe në fund doli fitimtar, krah programin e popullit shumë të dobët, karshi kujt, karshi një fuqie të asaj kohe siç ishte Firauni dhe ushtria e tij. Pra ky ishte djalosh i ri, më thënë djalë i ri. Pastaj i kemi shembullin tjetër që Allah e përmend, i kemi Yusufin alayhis salam, i cili çështën në femirinë e tij përfundoi në pusën banar, pastaj pra aty u shit si rob, pastaj përfundoi në një shtëpi të një komandanti që u rrit aty. Mirë, po thot Allahu fuqiplot, falamma balagna shuddahu atayna hukma wa ilma, pasi arriti moshën e pjekurisë, ne atij i dham urtësi dhe mençuri. Dhe pas kësaj, gruaja e Firaunit, gruaja e atij komandantit, i kërkoi nga ai diçka që nuk kërkohet, immoralitet, Allahu i nderoft. Dhe kur e dëgjoi këtë kërkesë Yusufi alayhis salam, megjithëse ishte i ri, ishte i pashëm, ishte i ditur, i urtak, ai e mohoi lirinë e tij dhe u pajtua që të bëhet më i dashur tek ai burgu se sa liria në mëkand e Allahut fuqiplot. Dhe kështu veproi, por pastaj Allahu deshi që në rinjën e tij ai të dalë nga burgu dhe të ulet në një ulse të udhëhecit. Dhe u bë shembull si i ri për një udhëheqje që e dim në atë kohë, më thonë, e ka plot një krizë e madhe vendin e tij, krizë e urisë, dhe doli, më thonë, të kishte sukses plani i tij që Allahu fuqiplot t'i inspiroi atij në ëndër po. Dhe pastaj kemi shembull tjetër, Ashabul Kefin, banorët e shpellës. Të gjithë ne të rinjët, kur flasim për pejgamberët, po edhe fëmijët edhe fëmijëve mi fol, gjithmonë pejgamberët i mendojnë se njerëz e shenjtë pleqë me mjekra të bardha kështu më radhë, mirë, por realisht nëse gjithë kanë qenë të rinj. Allahu thot për banorët e shpellës, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata kanë qenë djelmosha. Amanu bi rabbihim, e kanë besuar Allahun dhe ne edhe më shumë zidnahum huda, edhe më shumë jashtuam bindjen atyre. Dhe shembuj të tillë kemi shumë Kur'an, po kjo tregon fakton se si këta djelmosha e përmend Allahu në Kur'an dhe jep aty privilegj në jetën e kësaj dynjaje. Pastaj nëse kthehemi tek jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tek jeta e sahabëve, themi që ky din u mbar tek ne dhe filloi përhapja e tij në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me anë të rinjeve. Të rinjët ishin faktorët kryesor, të cilët ishin shkak në përhapjen e fesë. Andaj po përmendem fillimisht rastin e sahabijut Arqam ibn Abil Arqam, një sahabi i cili e pranoi fenë islam në moshën 16 apo 17 vjeçare, në varësi sipas transmetimeve. Çfarë është interesante, feja islame në fillim u përhap në mënyrë fshehtas. Nga frika që mos ai grupi i vogël muslimanëve po sulmoheshin nga Mekasit, pabesimtarët Mekas. Ata pejgamberi Allahut vendosi që të bënte një tubim me një shtëpi të një sahabiu. Dhe shtëpia e këtij sahabiu ishte shtëpia e Arqamit, i cili ishte 16 apo 17 vjeçar. Pra i gjithë ky din, i gjithë kjo mbledhje, kjo gale e madhe, po takohen sahabët tek një shtëpi një djalë të ri. Djalë 16 vjeç. Pastaj ndodhi një betejë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, betejë mes romakëve dhe ushtrisë muslimane. Dhe pejgamberi Allahut duke pas para vetes plot sahabi, plot provojë, duke pas Omerin përballë, lloj sahabi tjerë më të ditur e më të fortë, po e zgjedh për komandant të ushtrisë së tij Usama ibn Zeid, i cili ishte 18 vjeçar. E pejgamberi Allahut para gjithë asaj fuqie të madhe, karshim, më thon, perandarisë, më thon, asaj kohë, më thon, ushtrisë romake, ja besoi udhëheqën, më thon, komandën një djalë i 18 vjeçar. Kjo tregon se çfarë, më thon, rëndësi i ka ushtuar feja islame të rinjve. Pastaj kemi shembull tjetër të Aliut radhiyallahu anhu. Aliu e dimë që e pranoi Islamin shumë moshtre, 9 apo 19 vjeçare kështu me radhë. Por Aliu thot radhiyallahu anhu transmeton, e thot, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yemen, më dërgoi pejgamberi Allahut në Yemen. Fa qultu ya Rasulullah, atab'athuni ila bainahum, apo më dërgon tek ta si gjykatës dhe unë nuk e di se çfarë është gjykimi. Pra pejgamberi Allahut kishte vendosur me dërgu Aliun radhiyallahu anhu si gjykatës në Yemen, dhe ky s'kishte idenë se çfarë është gjykimi. Dhe pastaj tha Aliu radhiyallahu anhu, tha më goditi, tha pejgamberi Allahut me goditje të lehtë në gjoksin tim, dhe tha Allahumma thabbit qalbahu wa thabbit lisanahu. Wallahi madh uzoje zemrën e tij si dhe forcoje gjuhën e tij. Dhe tha Aliu radhiyallahu anhu, pas kësaj tha ku nuk kam pas problem në gjykimin e dy personave.
Pastaj e kemi shembull tjetër, Muadhi ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dhe kur jemi tek Muadhi radhiyallahu anhu, gjithmonë ta dim që ky djalosh ka vdekur moshën 28 vjeçare. Çdo gjë që flitet për të, çdo dije që ai ka, çdo ndodhi që përmendet emri i tij, ta dim që në fund ka vdekur 28 vjeçar. Andaj çfarë, pejgamberi Allahut po dërgon si thirrës në fenë e Zotit në Yemen tek një popull që nuk kishin pasur idenë e fesë. Dhe po dërgon një djalosh të ri siç ishte Muadhi ibn Jabal radhiyallahu anhu. Pastaj e kemi një transmetim që e shënon Imam Ahmedi. Dhe thotë Ibn Abbasit, kemi marrë pjesë në betejat e pejgamberit të Allahut, krah për krah me pejgamberin e Allahut. Betejat të rëndësishme për Islamin dhe ne nahnu shabab, kemi qenë djem të ri, pa martuar. Pra gjitha këto shembuj tregojnë që Islami i ka kushtruar gjithmonë, trit kanë qenë ajo ajka e cila ka shërbyer që Islami të përhapet dhe të jetë më thënë rinja një pjesë kyçe e rëndësishme për muslimanët. Subhanallahu, duke ligjëruar dhe duke ndëgjuar juve, Hoxha Efendi, në anën tjetër duke parë këta fëmijë në këtë rast dhe duke parë rëndësinë e këtyre se çfarë rëndësi kanë domethënë mosha e këtyre fëmijëve, do thotë në këtë rast jap edhe një them se Bashkia Islame, në këtë rast e Këshilli Bashkisë Islame Prizrenit, që po jep kaq shumë rëndësi dhe kaq shumë prioritet kontribuat për këto, është pikërisht për shkak se këta të rit kërkohen të përfitojnë nga dituria qoftë shkencore po edhe ajo fetare. Se nëse ndërlidhen këto dy gjëra, do thotë me të vërtetë do të kenë sukses. Shpresojmë që edhe këta të rit tonë, të talibët tonë që të arrijnë suksese më të mëdha, sikur sahabët, por ala më tepër inshallah. Kurse na bashkohen në xhenet inshallah me sahabët, që i përmendë deri më tani. Në gjithë ata që si përmendet. O çmë diati apo pushoni pakës? Pushoni pakës. Atë këtë rast kemi prap Erza i cili do na lexojë një ilahi. Unë Erza. Një plak e shkret në rrugë ishte mbet, këmbët po i diqnin nga zalli nxet, trupi i shlodhur prej një bare të rand, ku një zë i ëmbël e thiri mojnan. Plaka e habitur i ahodhi shikimin, në fytyrë të panjohur e gjeti ngushëllimin, ai zë që po i fliste me dashamirësi, në mes të shkretirës si solli freski. Më lejon ndihmoj mojnan e bekuar, me çanta të rënda që qenke ngarkuar, dalta marat bar në duart e mia, jam si djalyt po të qoj tek shtëpia. Ky burri pa njohur plakën mallën gjeu, loti dhe mshuris në sy shkëlqeu, qofsh mende gjithmon, plaka tha morbir, se u prish dynjaja, erdh kohë e vështir. Burri po dëgjonte, plaka po vazhdonte, shenjë falenderimi, burrin e këshillonte, ki kujdes morbire, mos me rrug tjetër, ai po i largon njerëzit nga feja e vjetër. Burri me buzëqeshje dëgjonte në heshtje, Zoti trujt morbir, ty prej çdo gënjeshtre, se pa ty në shtëpi s'kisha ardhe gjallë, veç kujdes nga ai që t'fola më parë. Ai që më këshillon, ti ruhem kaq shumë, ah mojnan e mirë, Muhamedi amun, në faqët e plakës, loti rrugën mori, fjala më e bukur nga zemra i doli. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, o Muhammed Rasulullah, plaka tha, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, o Muhammed Rasulullah, plaka tha. Një ilahi me shumë domethënëse fjalët e kësaj ilahie, në anën tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shifa që nuk ka qenë vetëm që ka këshillu, por edhe veprat e tij kanë qenë shembulltyr
që edhe pse ka qenë një plagë e cila nuk ka besuar, por shembulltyra e pejgamberit nuk ka qenë as asoj që e ka bërë që me paranë dhe Islamin. Që vendi e kemi këtu edhe Vanessa Bislimaj, masi jemi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, don më na dhoni një porosi profetike. Atë ndëgjojmë edhe inshallah. I dërguarit I Allahut Muhamedit alayhis salam ka thënë: shfrytëzoj 5 gjëra para se të arrin 5 të tjera. Shfrytëzo rinin tënde para se të arrin pleqëria. Shfrytëzo shëndetin para se të arrin sëmundjat. Shfrytëzo pasurinë para se të vinë varfëria. Shfrytëzo kohën e lirë para se të jeni të zënë. Jetën tënde para se të vinë vdekja. Zotë nderoft, Allah na mundësof që me të vërtet me shfrytëzu këta gjëra që I përmeni, me të vërtet mesazhin. Ty kena me të lonë për baklav që thënë për amëlsin inshallah në fund, leximin e Kur'anit. Na tregoi hoxha që I duke mësu Kur'an përmes, Allah ta hap rrugën që me mësu gjithë Kur'anin përmes, edhe me pas suksese inshallah në të ardhmen. Po paraprakisht do me pyet hoxhën e nderuar, kur jemi tek përgjegjësia e rinisë në shoqëri, atëherë cilat janë disa nga aspekte që mund të na tregoni hoxha Efendi që kanë përgjegjësi kjo rini tek shoqëria. Ekzistojnë shumë përgjegjësi të cilat njëri mund t'ja jap një shoqërisë, apo ekzistojnë shumë kontribute të cilat njëri mund t'ja jap shoqërisë ku jeton. Mirë, po ne po përmendim të parën, ajo që duhet ta ndjejnë përgjegjësisht secili I ri, ja ka borxh secili shoqëri njëri, është kërkimi I dijes. Dituria. Kjo pra është kulminanti I njeriu I cili mund ta bën në rininë e tij. Edhe pse sot fatkeqësisht shohim një ngjelsje, një plagështi në këtë aspekt, mirë po do në zemër nuk janë fajtor vetëm të rinjët. Mirë po rrethonat, po mendoj se si kolektiv nuk kemi duke bërë shumë që t'i mundsojmë të rinjëve që ata të kenë të marakosin vetëm për dijen. Sot vërejmë që të rinjët shumë të rinjë po I bëjnë disa gale mbi shpinën e tyre, të cilat nuk do të ishin zatën për ta. Andaj të rinjët, nëse dëshirojnë që ata të kenë privilegje në popullin e tyre ku jetojnë, nëse dëshirojnë të kenë respekt në mesin tek populli ku jetojnë, ata do të patjetër merren me dije. Dhe është fatkeqësi sot dhe besoj që është devijim I privilegjeve, I kuptuar privilegjeve, që sot të rinjët po mendohen të bëhen dalluar me anë të veturave të bukura, me anë të veshjeve të bukura, me anë telefonave kështu me radhë, dhe harrojmë që gjitha këto kanë një afat caktuar. Ajo çfarë I bën me privilegj të veçantë të rinjët shoqëri është më thon dituria. Prandaj dhe po kthehemi tek Muadhi radhiyallahu anhu. Shënon Ebu Salam al-Khawlani tek libra Siri al-A'lam an-Nubala, thot hyra tek xhamia Humsit, një xhami në tokën arabe, thot po e shoh ishin rrethuar rreth Muadhit radhiyallahu anhu mbi 30 sahabi pleq. Para mendoj 30 sahabi, pejgamberit e Allahut, shtyr në mosh, janë rrethuar para një djaloshi të ri, duke pyet për çështjet e fesë. Çfarë bëri të dalluar këtë djalë tek mesi sahabëve? A mos e bëri pasuria aty, ka pas shumë të pasur. Mi pa çfarë bëri dalluar kush dituria. Pra, kjo mund të themi që është kulminantja më e madhe që mund t'ia bën pra përgjegjësia më e madhe që do ta ndjesë secili I ri tek shoqëria ku jeton, pra kërkimi I dijes. Pastaj përgjegjësi tjetër që duhet ta ndjesë secili I ri është shfrytëzimi maksimalisht I kohës. Sot të rinjët duhet më pak të mendojnë që nuk duhet të mendojnë në vazhdimsi që rinia është vetëm kohë zbavitjes dhe e shëtitjeve. Mirë po, koha të cilën është gjetur rinia në të është kohë e kufizuese. Nuk është kohë që vazhdon, më thonë rinia nuk të vazhdoj gjatë. Dikur mbaron. Po, prandaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar që do të pyetë ditën e gjykimit njëri për moshë për rinisë se si e ka kaluar. Transmeton Muadh radhiyallahu anhu thot la tazul qadama 'abdin, ka thënë alayhi salatu wasallam, la tazul qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yusal an 4 khisal. Nuk do të ndalet gjykimi muslimanëve, I robëve të Allahut ditën e gjykimit, përderisa të mos pyeten për 4 gjëra. An umrihi fima afna, wa an shababihi fima atna, wa an malihi min ayna iktasabahu fima anfaqa, wa an ilmihi madha amila bihi. Thali sasam do të pyeten zot ndalet gjykimi derisa për mos pyeten për 4 gjëra. E para tha për jetën se si e ka harxuar dhe për rininë se si e ka kaluar. Pastaj e treta tha për pasurinë që ka fituar si e ka harxuar dhe e fundit thali më thon për diturinë që e ka marr, çfarë ka punuar me ta.
Pas kësaj, përgjithësi tjetër që ja ka borxh rinia shoqërisë ku ajo jeton, është çështja e shfrytëzimit të energjisë, forcës që e ka. Nuk krahasohet energjia në trimin e të plaku. Dhe nuk ka mundësi të arrijë një mëshuar që mund të arrijë njëri. Prandaj dhe Allahu fuqiplot në Kur'an na ka definuar një gjë të tillë ku thotë huwallazi khalaqakum min dha'f. Thotë Allahu është ai i cili ju ka krijuar të dobët, pra fëmijë, i cili nuk ka fuqi të veprojë shumë. Thumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwa. Pastaj pas prej dobësisë Allah thotë juve ju ka bërë të fortë. Dhe pastaj thotë thumma ja'ala min ba'di quwwa dha'fa wa shayba. Dërsa pastaj thotë Allahu pas forcës ju ka bërë përsëri të dobët dhe të thinjur. Prandaj duhet të rinë gjithmonë ta kenë konsiderat që kjo mosha e tyre, mosha jonë të rinë do të përfundojnë e ditë. Andaj duhet me dhënë maksimumin që ata që do të arrit të rinin tonë, sepse plotësia do të vijë shpejt dhe pastaj do të bëjmë pishman për atë që e kemi kaluar. Sikur që përmendën edhe Talibja është po në hadith po. Se të vijë plotësia. Pastaj çështje tjetër që është shumë e rëndësishme të ketë ta ndjen përgjegjësinë e saj njerini, është që ajo është përgjegjëse për ta ruajtur moralin e shoqërisë. Allahu fuqiplot e ka bërë rinin ku egoja në të, dëshira të ka është më e madhe. Andaj duhet njerini të kujdeset shumë për moralin e saj, sepse nëse ata nuk kujdesen për moralin si duhet, patyshim se do të ketë devijime në shoqëri sikur sot që kemi fatkeqësisht në shumë vende ku shohim që rinia janë të devijuar te masa. Dhe balancimi i këtij devijimi bëhet kur njëri e përqafon dinin e Zotit. Në moment që njëri e përqafon mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, përqafon mësimet e Kuranit, padyshim se ai ka përqenë balancuar dhe dëshira e tij, egoja e tij ka përqenë në nivelin dhe mënyrën e duhur. Andaj edhe si pikë të pestë, do më përmend që përgjegjësia më kryesore pas asaj dijes, punës, shfrytëzimit të energjisë, është që një i ri të mundohet të kalojë rininë e tij duke adhuruar Zotin. Sepse një rini e cila kujdeset për dije, për kërkimin e dijes, kujdeset për kohën e saj, kujdeset për energjinë që ajo e ka, dhe pastaj këtyre ja bashkon edhe dinin, fen, adhurimin. Padyshim do të kemi një rini të shëndosh e cila premton për të ardhmen. Andaj sot, cila është shkaku i plot devijimit të këtyre rinjët, është e kanë rrugën e Zotit. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta parë se sa e rëndësishme është feja tek njëri, na tregon që ditën e gjykimit të rinjët, ai i cili e ka kaluar jetën e tij në rini duke adhuruar Zotin, do të jetë në hijen e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 grupe njerëzish do të hyjnë në hijen e Allahut në ditën kur s'ka më pas hije së Allahut. Dhe pejgamberi Allah përmendi të parin Imamun Adil, një udhëheqës i drejtë, një pris i drejtë, i cili gjykon me drejtësi në mesin e njerëzve, dhe e dyta thali sallallahu alaihi wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Dhe njëri i cili e ka kaluar rinin e tij duke i porul Allahut fuqiplot, duke madhruar Allahun subhanahu wa taala. Prandaj këto nëse bëhen bashkë tek njëri, them se sigurt me izmin e Allahut do të kemi një rini të shëndosh mesin dhe premtues për të ardhmen edhe shoqërore ku ne po jetojmë. Kishë mund të më thonë Hoxha Efendi edhe duke bazuar në ajetin kuranor, duke pas një rini sikur që i përmendë këto aspekte, këto gjëra që do të jenë të rëndësishme për shoqërinë, edhe Allahu do ta kishte ndryshuar një popull, do ta kishte bërë një popull tamam ashtu si çështje vetë i kënaqur Allahu më dhua. Se nuk e ndryshon Zoti një popull përderisa ai popull nuk e ndryshon veten e tij. E pikërisht me siguri fillon tek rinia. Ashtu për nëse rinia më thon fillon ndryshimin, shumë shpejt ka mendon ndryshimi për të mirë. Inshallah do ta kemi një shoqëri të Kosovës, shqiptarë, gjithë besimtarë, kudo që gjenden, ta kenë një shoqëri të shëndoshme, një shëndosh inshallah. Hoxha Efendi, të japim Erlindit fjalën me një recitim të Kuranit, cilën surë do lexoni Erlind? Surën Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Slimaj ishte shumë i mrekullueshme, me të vërtet një sure të gjatë që kërkon pakës përkushtim të madh për mësi, po nëse munohesh ka po, mëse edhe mësosh, vetëm e mësosh për mes, se Zoti t'i hap rrugët e hajrit që Allah të ndihmosh. O xhevidim, jemi ka fundi misionit tani, në fakt po na afrohet edhe iftari. Ishte temë ndihshme, temë rëndësishme, pikërisht flitet për këta të rinjët. A ke një porosi për këta të rinjë? Porosia përfund, ashtu siç e thamë edhe në fillim, që të rinjët duhet jashtëzakonisht ta vlerësojnë veten e tyre. Dhe kur them ta vlerësojnë, ti vlerësojnë kapacitetet që Allah ja ka dhënë atyre në rinin e tyre. Andaj nuk po duam me zgjat shumë për shkak që afro dhe iftari, po përmendin një fjalë dietarëve të cilët kanë thënë që nëse një njeri nuk e shfrytëzon kohën e tij, nuk e shfrytëzon mirësitë që Allahu i ka dhënë, ai pastaj do të bëhet shkak që kohën e tij apo e kota ta zënë në të kotën. Pra nëse një njeri nuk e shfrytëzon rinin e saj, nëse nuk e shfrytëzon kapacitetet e saj, pastaj e kota ka për ta zënë të rinjën, pra do të merret me gjëra të kota. Dhe ne si popull, si kolektiv tash edhe në Kosovën tonë, mos paku kemi nevojë që të kemi një shoqëri e cila merret me gjëra të kota. Prandaj edhe tash e bëjmë një projekte sociale kur po bëhen tematika ndryshme të cilat nuk përfillen me edukimin tonë, nuk përfillen me fen tonë, me traditën tonë. Andaj kjo tregon që ne kemi shumë punë për të bërë. Andaj sa më shumë që merrem me dije, sa më shumë që merrem me dijen e Zotit, ne aq më pa do të merrem me të kotën. Dhe lutem Allahun për fund që Allahu fuqiplot ta bekojë rinin tonë, ta uzoj rinin tonë në mënyrë më të mirë. Dhe lutem Allahun që këtë Ramazan gjithë besimtarëve të ketë pranuar agjërimin e tyre. Jemi në 10 ditën e fundit në fakt kemi hyrë në të, inshallah Zoti na pranon çdo lutje. Amin. Dua. Ne na mundson me arrit muajin edhe natën e 4 inshallah. Amin. Amin. Po që vendi ishte kënaqësi ti ju kemi në misionin ton. Zoti nderoft inshallah gjithmonë u pafshim për të mirë. Amin. Allah e shpëlbej. Po ashtu një falënderim edhe për juve, ishte të mrekullueshëm. Zoti nderoft inshallah për të mirë gjithmonë takomi. Allah e vijë. Të nderuar televizionistë, ishim së bashku me hoxhën e nderuar Hedan Efendi Thaçi, së bashku me talebët e tij të xhamisë të fshatit Kobaj. Me të vërtetë kalum çaste të mira, edhe pse tema ishte asisoj, domethënë që flitet ala më tepër për to, po u mundutëm të e marrim të japim një mesazh. Shpresojmë që të kemi një rinik të shëndosh. Deri në misionin tjetër, unë shipron selamati, ju përshëndet me përshëndetje islam. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.